Do të protestojmë për të kërkuar drejtësi dhe do t'ja përkujtojmë institucioneve të Evropës që kanë votuar një gjykatë e padrejtë, një gjykatë me gënjeshtrat e dikmortit. Nuk dojmë ne të bëjmë në Shkup, në mezis po prisim Klarkin me 19 nëntor të shohum në gjykatën speciale dëshmitë e tina. Dogëritë e dalën nga lufta kanë vendosur se protestën e radhës ta mbajnë apo ta organizojnë me 16 nëntor në ora 13 para asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg. Arsyeja pse është zgjedhur ky vend, besoj edhe dini, se pikërisht mund këtë vend në Francë, në qytetin Strasburg, në Këshillin e Parlamentit të Evropës është marrë vendim për një gjykatë e padrejtë që është bërë ndaj neve, ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që është formuar një gjykatë e një etnie, do të thotë vetëm shqiptarët dhe vetëm pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës i përndjek. Edhe kjo është një arsye që ne kemi vendosur të mbajmë një protestë para parlamentit, para arsye se Dik Marti, ju e dini, një njeri ta që është shumë i përfolur tek ne në Kosovë, padrejtisht i bindi deputet e parlamentit që të votojnë atë gjykatë të mjeruar, do të them. Do të protestojmë për të kërkuar drejtësi dhe do t'ja përkujtojmë institucioneve të Evropës që kanë votuar një gjykatë e padrejtë, një gjykatë me gënjeshtrat e Dik Martit dhe me gënjeshtrat e disave njerëzve që kanë gënyu apo do të them bukfalisht kanë rrajt në gjuhën shqipe, që kanë shku kanë rrajt atje, që kanë bërë dëshmitar pa qenë hiç fare në luftën sa pa qenë në Kosovë. Kështu që ne është kjo e gjitha që juve ju informojmë. Kemi vendosur deputetët e Parlamentit të Evropës t'ia dërgojmë edhe ka një letër secili deputet. Pikërisht për gjykatën speciale, do t'ju tregojmë aty në deputetëve se çka keni votuar. Nuk binda ata vetë se çka kanë votuar. Gjithë ato shkelje, ato vrejtje ne kemi qitë në dokumentacione për secilin deputet do ta kenë zartë, ka një dokument me lexu ata me pa dhe me bind vendin e vet, shtetin e vet që kanë për financojnë, çfarë gjykatin duke financuar. Në Maqedoni për momentin një jo. Për momentin fjola se janë të më zgjedh, kanë shkuar në balotazh, është pak situata e dini çu është ju. Nuk dojmë ne të shkojmë bëjmë në Shkup protesta për momentin, se do të marr, po kur nuk e dim. Po për momentin ju para sy se mund të situata pidore, mund të na bërokon dikush, edhe mos me ik problemin, mos me thonë çështë, çota të dalën nga lufta, erdhën pikë Kosovë edhe na trazun vendin këtu apo na nxorën probleme, kështu që jo, për Preshev, i them jo, sinqerisht edhe ato i kemi situata shumë e nxehtë, ju beshini bastisjet kohën e fundit, të pjesëtarët e luftës atje të bastis Serbia për ditë, edhe atje ju edhe me deshna ndoshta nuk do me rreziku njerëzit, do të mund të shoh këtu me organizuar protestë. Dëshmia Klarkit do të jetë një bombë për ta. Kjo është shumë e vërtetë, do të jetë një bombë shumë e madhe, do të jetë një sukses i madh që kanë arritur ta bindin edhe ka liu se në Amerikë do më leje për me dëshmu. Klarki edhe të tjerë që kanë dëshmu, e falenderoj mësitë amerikanë që ka leju ta më shku me dëshmu mas pari. Kështu që në mezis po prisim Klarkin me 19 nëntor të shohum në gjykatën speciale dëshmitë e tina.